Është përfshirë nga flakët të mëngjesin e sotëm një fermë për ruajtjen e baktisë në fshatin Zhelin të rrethinës së Tetovës. Me këtë rast është djegur pjesa më e madhe e kësaj ferme si dhe ushqimi për baktin, që ka qenë në pjesën e kulmit. Kanë shpëtuar baktia, të cilët në momentin e shpërthimit të zjarrit kanë qenë brenda, por kanë arritur të shpëtojnë. Dëmi sipas pronarëve është diku rreth 15.000 euro. Pronarët shprehen të kënaqur edhe me njësinë e zjarrfiksëve që kanë arritur në ndihmë, si dhe banorët e tjerë. Por cila është arsyeja që ka ndodhur ky zjarr? Familjarët theksojnë se një kohë të gjatë kanë kërkuar që të intervenohet nga EVN-ja sepse ka patur problem. Madje ata theksojnë se 3 herë kanë kërkuar që të vinë dhe të rregullojnë, por deri më tash nuk është bërë asgjë. Problemi me EVN-n është se ato neve na bëjnë fajtor kur një thotë se është inxhinier. Ai nuk e dinte se sa delikovati e fukën, po thonë kur ka përçuesi. Edhe me tela gjë as për 5 shpaj nuk e bajnë, ato bajnë bëj 50 shpaj. E tash, që ja ku punojnë, këtë punë gjëdësht ta bojnë tash, gjëdësht ta bojnë dikur ma përpara, gjë i pagojmë ne, ato sot e bojnë mbajs ju do shpeja. Mbajs ju bo dami. Aku ne i kena lajmërohe, kena dokument që 3 muaj ju shkojmë i lajmërojmë se ka zjarë këto, nuk e banë teli, ato vetëm vend e regulojnë një sjalit, on regull, prap e njejta. Sa herë keni kërkohë këtë? Ne kena kërkohë 3 herë. Përgjegja atini thot, nema me pare, nema me toa, nema me vreme, që bite. A fakturat të vendet? Fakturat, bile sahatat e shpesi kanë qitë për jashtë. Shumë me i vënojnë pishkupit i ndalin. Edhe atë difishojnë, më vënojë minuti. A telat që bile u zumë atë të elektrosvetlosit, se zumë thot, telat, po këtë shati i ka qashtu. Këtë shati o në rezik. Krejt shpeja do të digjën. Ai më tej thekson se të gjitha shtëpitë në këtë lagje kanë paguar nga 1.500 euro për kyçe në rrymën elektrike, kurse përçuesi është i dobët. Domi është ka mbajt 2.500 balla. Bar. Jo onç, e cila ka vleftën njëre salde 3 euro ta lidhish. Po ta bijesh, po ta mbajdesh, po veshtashke, deri ta ka mbaj 7 euro i kushton shpenzimit. Mbaj 10.000 euro salde njëre bari është. E pastaj, po dhona kulmi, e qatia, e pastaj edhe stresi njerëzive, po pastaj edhe stresi i nusës që i kina në bolnic. Këto kushti pagoje. Ato nuk pagohen as me para, as me kurgjon. Tash vjen e rregullon, mbaj si o theje shtoma, ma bapa e pastronat. Kjo nuk është në rregull. Po kjo neve nga ka ndodhë, unë i bëj apel, nëse në ndodhë edhe vlet tim, po mund të ndodhë e në mu. Por, ai krijetari, ai drejtori që ishte ate, më thote se është shqiptar, e në ndihmon. Ja, valla. Ato vetëm janë lëpinës tanjirasht Maqedonëve, dvëmëros. Gjatë zjarrit të sotëm, sipas familjarëve, është lënduar një grua shtatzën që ka marrë livanosje nga tymi, por gjendja e saj është përmirësuar brenda ditës. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes nga ana e policisë. Familjarët janë shprehur falënderues me zjarrfikësit dhe banorët, por janë të zhgënjur nga institucionet. Dritën sa herë që kum hi këta mbrenda, fjakën e kum pa këta. E në hoxhë që kum tonë, hoxha fjak. Thot, une e kum javit zvanj të shohë. A fjakën e kum pa vetë. Kur da bëjtë shajt, ja bëjtë prau. Hoxha, tha, bon këta, tha, i kum javit nuk vanj të shohë. Une i pari këtë shi jom këta. Nuk jom larkë, atë dritën e kum pa strusë. Strusë e kum pa shumë herë, sa herë, unë në këta lujë, unë shpahe jeme. Ama dritë ka shumë. Këta merë shpoj. Hoxhe ka ta ndit gjanë njësin lipatit ataj. Kretari ka ta ndit gjanë njësin gushlime, si thonë. Dhe përzditi dvanje, ne kërku qaljo që nuk nga bëje mrapa. Sa dhe të vorët, kur gjonë që tërsi. E nuk rridohen votat? Aha, qëtaj për vota nga rinësën. Ata din që vota mo nuk ka për shqiptarëve. Në shkojnë në vëmërone marë. Vëmërojnë i dva, pe këta në këto në dva vënë vëmëros.